Ndryshe nga shumë fshatra të Mokrës që po përballen me braktisjen, Buzaishta në njësinë administrative Velçan vijon të mbetet një fshat që nuk është prekur nga ky fenomen. Me rreth 560 banor, ky komunitet ka arritur të ruajë jetën rurale fal ujit të bollshëm, tokës pjellore dhe bujqësisë aktive. Sipas banorëve, Buzaishta nuk është braktisur sepse kanë pasur gjithmonë mundësi të punojnë tokën. E vetmi arsye ka qenë patatja që këtu është konsumuar masivisht. Në fakt këtu nuk ka pas familje që të mos ketë kultivuar patate. Kush me një lym 2, 3, 5, por kështu janë marrë me të. Dhe kanë marrë të ardhura të konsiderueshme. Ku i binte për një lym në atë kohë merrje 60 kuntal patate. Po vinin këtu nga Fieri, nga Vlora, nga Tirana, nga të gjithë qytetet e mëdha flitet, që merrin biles prisnin ti shkulnje dhe ti merrnin. Dhe kishte rreth 40-50 fermerë fshati. Dhe prodhoi një farën e merrte shoqata, ndërtoi dhe magazinën ajo aty dhe e dërgonte në Korçë, dërgonte në Luzhë, një farën ai grumbullonin ne ata dhe e shpërndante. Vitin tjetër na e sillte që nga Hollanda. E sillte super elite farën. Këtu dilte elitja që e shpërndante për zonën tjetër këtu ajo dhe atëherë filloi mirëqenia që u rrit mirëqenia e fshatit. Fshati ka shkollë funksionale me rreth 50 nxënës, ambulancë dhe shërbime bazike, ndërsa problemi kryesor mbetet infrastruktura rrugore dhe rrjeti vjetër elektrik. Fshati këtu ka nevojë vetëm për rrugën, domethënë nga Velçani që ka ngelur pa lidhur dhe të lidhet me këtë na nxjerrë gjën kryet fshatit ai sipër, ku i themin e qafe Krorzve. Banorët janë optimistë se me investime minimale fshati mund të zhvillohet më tej me një realitet ku fshatrat zbrazen. Buzaishta mbetet shembulli se uji, toka dhe bujqësia mund të mbajnë gjallë një komunitet të tërë.